Bashkinë e Shkodrës. Në vazhdën e kësaj që sa po the, PS ka investuar, duket se ka investuar shumë elektoralisht në këto dy qarqe. Pra dhe në Dibër edhe në Shkodër. Sepse ka parë një mundësi konkrete që qarku i Dibrës me që është dhe me numër tek mandatesh 5 të tilla, të kaloj nga 2-3 në 3-2. Kurse në Shkodër po luftohet që PS të kaloj dhe të kapi, të blindoj një mandat të 4. Aty është dhe prezenca shumë e fortë e Tom Doshit, i cili merr votat majta në përgjithësi, dhe rezultati i pritshëm mund të jetë, me sa duken dhe gjasat, po duhet verifikuar kur numërojnë votat, mund të shkojë në 5-4-2. Megjithatë, duhet pritur dhe duhet parë. Ndërkohë që Dibra është një bast i thatë, është ose këtej ose andej, ose 2-3 ose 3-2. Ashtu siç